Në orët e hershme të ditës së sotme, në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari në Prishtinë, u rikthyen 110 emigrant ilegal nga Hungaria. Në pritje të tyre, ishte prezent Ministri i Punëve të Brendshme, Bajram Rexhepi dhe ambasadori i Hungarisë në Prishtinë, Laurent Balla. Shumica e të kthyer që dolën nga autobusi i aeroportit ishin meshkuj të rinj, ndërsa 3 nga ta u drejtuan ka grupi i gazetarëve që po pristen në aeroport. Kësë trajtimi më të mëdha mos kish çka bën. Si me hongër? Ujt bujlerit kina vi. Nxehtë, le me ftohtë. Edhe shumë shqiptar kanë me të tjerë. Ata treguan se kanë qëndruar 20 ditë në Hungari, ndërsa për të shkuar atje kishin paguar rreth 500 euro. Se s'ka punëse, për shkatin ai për çata. Pas kthimit të këtyre banorëve, Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi dhe ambasadori i Hungarisë në Prishtinë, Laurent Balla, u deklaruan për media. Ministri Rexhepi kërkoi nga qytetarët të mos bëjnë pre e grupeve të krimit të organizuar që abuzojnë gjendjen sociale të tyre, i mashtrojnë me iluzione se do shkojnë në vende ku do të punësohen. Koha e azilit ka përfundu. Realisht, Kosova në shumicën e këtyre shteteve të Unionit Evropian është në listën e bashkë, pra një shtet ku nuk ka diskriminim politik, siguria nuk është arsye azilit. Ai po ashtu ceku se as azili politik e as ai për çështje shëndetësore nuk pranohet dhe se çdo kush që do merr këtë rrugë do të përfundojë në këtë mënyrë. Ministri rikujtoi se policia e Kosovës ka arrestuar 8 individ të dyshuar për kontrabandim me emigrant dhe premtoi se është duke u zhvilluar një luftë e vazhdueshme kundër krimit të organizuar. Mbeten në vendet e strehimit në Hungari një 500 qytetar kosovar dhe deri tani në këtë vit numri azil kërkuesve nga Kosova ka kaluar 5.000 vetëm në Hungari. Duhet t'ju them se baza për dhënien e azilit nuk ekziston, është një nonsens. Ambasadori hungares theksoi se vendet e strehimit nuk janë hotele, por ata plotësojnë standarde minimale jetësore. Ai po ashtu tha se këta vende strehimi nuk janë krijuar enkas për kosovarët, por për të gjithë personat që migrojnë ilegalisht duke thyer ligjet hungareze. Ky është grupi i parë i emigrantëve kosovar të kthyer nga Hungaria.